Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të Bojnë. Mirë se vini në emisionin Intervist. Sot ndodhemi në Shkodër, në qytetin e bukur të traditës dhe kulturës, të frymëzimit, për të sjellur një bisedë shumë të veçantë me një grua që prej vitesh kontribon në letërsi, kulturë dhe në fuqizimin e grave shqiptare kudo që ato ndodhen. E ftuara jon është shkrimtare, poete dhe drejtuese e lëvizjes Gratë frymojnë vlera, zonja Farida Ramadani. Përmes punës së saj, ajo ka promovuar 10 gra të suksesshme nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, si edhe më tutje, duke krijuar ura bashkëpunimi, arti me vlerë mes grave shqiptare kudo që ato ndodhen. Një emër i njohur edhe në botën e poezisë dhe aktiviteteve kulturore, organizatore e festivaleve mbar shqiptare të poezisë dhe një zë që vazhdon të frymëzojë me punën dhe përkushtimin e saj. Sot do të flasim për jetën, krijimtarinë, sfidat, sukseset, poezinë dhe misionin e saj për të promovuar gratë shqiptare. Tani ju ftoj që të na ndiqni në bisedën me zonjën Farida Ramadani. Farida, fillimisht faleminderit shumë që pranuat ftesën e televizionit tonë dhe na mirëpritet këtu në qytetin e bukur të Shkodrës. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Atëherë, për teleshikuesit tanë, kjo është intervista e parë që do të zhvillojmë pra për televizionin në Bojnë, në Tuzë, në malsinë e madhe të Tuzit, prandaj ne do të fillojmë nga zanafilla e gjithçkaje. Si ka filluar Farida të shkruaj? Kur kanë qenë hapat e parë që ajo ka filluar të shkruaj poezi apo diçka tjetër? Fillimisht kam filluar me shkruaj qysh e vogël, po nuk kam marrë guximin me kriju një libër apo me botu një libër. Rastësisht isha në shkollë, sapo kisha filluar shkollën e mesme dhe kisha kriju një poezi. Edhe kishe profesor Primo Shllakun, shumë të njohur i letrave shqipe, edhe i tham profesor, apo ma shikoni këtë poezi, kush e ka shkruar, tha, i tham unë, po kjo është perë, thot, unë meka, se nuk është se ma kishte vlerësu në kush poezin teme, ose edhe unë nuk e kisha paraqit. Edhe tha, tha me fillu, tha me shkru. Mirë, pa ja ishte indicia e fillimit, që unë fillova me shkrua shavash, fillova në për gazeta, në për revista, mandej mora guximin me sa vitesh me botu libra, mandej thone në Shkodër Orik se vjen të hallër, kam botu faktikisht për momentin 6 botime kam ba, që se i cili prej këtyne librave të mi ka një target group shumë të madh. Dhe me thonë që se unë kam shkru që mund të veçoj në të gjitha botimet e mia, Shkodra 12 yje. Është një enciklopedi në 5.000 vargje dhe ka rreth 100 personazhe të kulturës dhe të sportit. Është një libër që edhe më ka lodhur shumë, po edhe më ka entuziazmu shumë. Dhe jam një mirë kur e kam përfundu këtë libër, edhe kam pas kërkesa të jashtëzakonshme. Edhe shpesh herë kam thënë ky libër është shumë i madh, sepse është tan Shkodra më radh, po është edhe shumë i vogël, se një qytet nuk mundesh kurrë me mbledh në një libër. Sa ju ka frymëzuar Shkodra në rrugtimin tuaj si krijuese? Shkodra është e dashtuna jeme. Unë lindi edhe pranoj me frymën e saj. E du me të mirat, shpresoj të mos ketë këqija, e du me të gjitha që ka ajo. Shkodra t'je për frymëzim, Shkodra ka energji, Shkodra ka puls, Shkodra t'je për hapësirë, Shkodra din me të vlerësu, dhe është kënaqësi shumë me punu për Shkodrën. Atëherë na treguat që shumë re keni botuar e librat e parë. Mund të na tregoni gjithashtu dhe si u pritën këta libra nga kritikat edhe nga lexuesit? Në përgjithësi janë prit shumë mirë. Normalisht. Mandej në shkrimtari apo poeti gjithmonë fantazon me mendjen e tij edhe tham diku nuk ka shku shumë mirë ta përmirësoj çdo libër që un kam shkruar me pastaj domethënë është më i cilësisë, më me tema të rehatsh, më me tema të pranishme për marr komunitetin apo më me tema goditse. Të pas parasysh që unë kam qenë edhe mësuese për 37 vitesh, kam shkruar një libër për tani jetën time si mësuese, po aty nuk është të thonë unë se jam unë protagonistja kryesore e këtij libri, aty mund të flas me binje për çdo mësues që ka qenë në dy epokat, në monizëm dhe pluralizëm, se unë kam kap dy sistemet politike.
Kështu që shpeshherë në televizionet qoftë Malizit, Kosovës apo edhe të Europës është servir jeta krejtëndryshe Shqipërisë, në librin tim me gjen rezultatet apo aktualitetin e asaj jete, se si ka qenë. Ndoshta në atë kohë na kena thoni në njerëzit më të lumtur në botë, po s'ka qenë ashtu. Pra në librat e mi është originalitet, është realitet, është prakticitet. Është çdo gjë që na e kena të prekshme edhe të matshme në Shkodër. A ka qenë e vështirë të botohen libra aso kohë dhe me cilat shtëpi botuese keni kontaktuar? Është vazhdimisht e vështirë. Shumica botohen me fondet tona, sepse fatkeqësisht bashkia nuk na ndihmon këtë fushë, pavarësisht se edhe mund të ketë fonde. Po sinqerisht vështirësia më e madhe është e botimit, sepse botimet kushtojnë. Unë për momentin du me bë dhe një antologji me 100 gra të suksesshme shkodrane, që ndoshta se dia mund ta ceku që sapo kam bë 10 vjetorin e promovimit të 100 grave të suksesshme shkodrane në tana fushat, e them me një fjalë shkodran që është ajka e Shkodrës, pra të cilat gëzojnë respekt Shkodër, kanë pas sukses në fushën e tyne, janë të nderuara në Shkodër dhe për secilin kemi fol shumë, po unë do kisha pas qejf me bë një antologji të përmbledhur me gjitha këto gra, edhe them do t'i mesi një si thesar i Shkodrës. Po pse jo, do të ishte një ide shumë e bukur. Duke e theksu edhe këtë se Shkodra është galeri vlerash, unë do shkruaj për 100, po ka sa tjera që ndoshta presin përsëri edhe që kanë kontribu për Shkodrën edhe që e meritojnë me shkru për ta. Po, patjetër. Sa rol ka jeta personale dhe përjetimet në poezinë që ju shkruani? Pra, për ta njohur më shumë Faridin. Shiko, jeta e gjithsecilit prej nesh ka pluse dhe minuse, normalisht. Asnjë s'është maksimalisht i lumtur, po unë jam mundu gjithmonë jetën me marrë me pozitivitetin e saj. Dhe jo më larg se dje bana një temë për gratë e dhënume dhe gjithmonë i tham shpresoni për më të mirën. Qoftë edhe në mëngjes kur zgjoheni, nëse zgjoheni me pozitivitet, gjithçka ecë mirë, dita duket sikur është më e bukur, problemet duket sikur janë më të lehta dhe çdo gjë është në mirësi apo në avantazhin tënd. Pra jam mundu me tana forcat e mia me pa jetën pozitivisht. Atëherë ju keni marrë pjesë edhe në festivale të ndryshme të poezisë, ku sigurisht mund t'jeni vlerësuar edhe me çmime. Mund të na flisni pak më gjatë rreth kësaj? Patjetër, unë jam shumë aktive në festivalet marrë shqiptare, po në tjera mundem me theksu se unë jam e vetmja në Shqipëri që bëj festivalin marrë shqiptar të poeteshave. Në mars kam realizuar festivalin e 5 dhe pres të realizoj festivalin e 6, që i ftoj edhe poeteshat nga Malizi, kanë marrë pjesë, po ndoshta duhet me marrë pjesë shumë më tepër, me përfaqësu Malin e Zi, sepse ka poetesha shumë të mira atë, unë i njoh disa prej tyre. Thjesht duhet me pas guxim me marrë pjesë. Bëhet në Shkodër, kam pas dëshirë me kenë ekskluzive Shkodrës si djepi kulturës ky festival. Pavarësisht se bëhet me shumë vështirësi, siç që thash përpara, çdo gjë bëhet me forcat tona. Unë kam një grup që punojnë vullnetarisht, një staf po them, që secila në mënyrën e vet mundohet me ndihmu e me kontribu për me realizu qoftë festivalin marrë shqiptar, qoftë edhe aktivitetet që kanë bërë në promovim të grave të suksesshme shkodrane. Mirë, sepse edhe këtu do të ndalemi tani, ju drejtoni lëvizjen Gratë frymojnë në vlera. Si ka lindur kjo ide dhe cili është qëllimi kryesor që ju promovoni këto gra? Fillimisht më ftunën në Vlorë si një gru aktive me një CV të pasur. Edhe të them drejtën, e niva vedin si të pas parasysh ata që mblerësunen shumë, e niva vedin si bosh për qytetin tëm. Thash, po unë ne mund ta bëjmë në qytetin e Shkodrës, sepse Shkodra, siç e thash parë, është galeri vlerash. Na kena gra potenciale në të gjitha fushat që jo vetëm kanë triumfu në Shkodër, por në marrë shqiptarinë edhe në përbot. Dhe i tham një grupi shoqëror që kam një ide, thash, për me bë një promovim të grave të suksesshme shkodrane në tana fushat. Po është shumë e vështirë, Farid. Po ta fillojmë, thash një herë,
me iniciativën teme, me mbështetjen tuaj, ndoshta edhe dikush tjetër na mbështet, besoj se bëjmë diçka të bukur. Faktikisht unë ftova gra dhe nga Mar Shqiptaria dhe i kam ftuar në çdo aktivitet. Margarita Gjepen të ndjerën e kam pas në çdo festival, edhe Tinka Kurti një 4 festivale në këtë promovimin e grave të suksesshme dhe të cilat i kanë dhënë dritë aktiviteteve që unë kam realizu. Kanë kryen gra të suksesshme dhe nga Mar Shqiptaria, se s'po i përmendim me emra se janë tepër shumë, edhe këto në të gjitha fushat, edhe një diçka mund ta veçoj politikane, me politik nuk jam marrë fare. Pavarësisht se më kanë kërkuar edhe partit, po nuk e kam nivelin mu marrë me politikë. Unë kam pas dëshirë me vlerësu gratë që në profesionin e tyre janë të suksesshme, jo se politikane. Shumë mirë. Në fakt nuk na intereson as ne politika. Jo, unë për shembull tek këto që gratë kam për shembull prefekten, po e kam promovu si një kryetare e shoqatës gruaja te gruaja, ose një deputete që ka kënë, po e kam promovu si një grua biznesmene fuqishme që ka fut në punë me qindra vajza të reja. Pra, suksesin si profesion. Dhe sa vite ka që është themeluar lëvizja? 10 vjetorin kam bërë, në thënë 2017, po qaja koha Covidit që janë bërë 2 vite në një, po 10 vite dhe më thënë ka funksionu. Po t'i marrim nga vlerësimi i grave të suksesshme dhe nga festivali Mar Shqiptar, gjithsejt janë bërë 15 aktivitete. Goxha shumë. Dhe si u prit ky aktivitet? Si pritet kjo lëvizje nga opinioni, nga vendi? Është prit jashtëzakonisht mirë. Dhe me thonë, kam pas komplimenta sa shpeshherë i thosha, më thoni ndaj gjë negative ose ndaj gjë ku mund ta përmirësoj, sepse sinqerisht është prit mirë nga shkodranet, nga gratë në veçanti, po nga Mar Shkodra dhe Shqiptaria. Atëherë Farida, mund të na tregoni dhe sa e vështirë është të jesh grua shqiptare në karrierë? Shiko, unë nga njëherë nuk kam dëshirë dhe me bë diferencimin grua apo burr. Se cili në gjinin e vetë mundet me punu, mundet me kontribu, mundet me dhënë maksimumin për qytetin, për familjen, për fëmijët e tyre. Jam mundu me kana forcat e mia fëmijëve me ju dhënë një edukat apo një rrugtim që ato e kanë nivelin mirë. Dhe vajzën për momentin e kam stilista, është në më të njohurat në qytetin e Shkodrës, nëse më lejohet, Holta Ramadani. Na kena sallonin më të madh në veriun e Shqipërisë. Dhe djali ka vazhdu dhe me thënë shkollat, gjuhët e huaja e tjera dhe për momentin është jashtë, po është një fëmijët i kam shumë të edukuar dhe shumë të dashur ndaj meje. Sigurisht, kur janë lindur dhe rritur nga një nën siç jeni ju. Atëherë mund të na tregoni pak edhe për sfidat që keni hasur gjatë këtij rrugtimi, pra jo vetëm nga ana financiare sigurisht, por edhe për të ndërtuar një karrierë, besoj se kalohet nëpërmjet sfidave të ndryshme. Shiko, stafi jem ka një mu shumë. Gratë më kanë mirë kuptuar. Se vështirësitë janë të panumërta, sa të bësh një projekt ku të ftosh edhe gra nga Mar Shqiptaria, të sigurosh ndoshta edhe akomodimin, qoftë edhe një drek. Unë di me të veçu ndoshta momentin e fundit apo 10 vjetorin që ja u ba si një koncert. Sepse na erdhen këngëtare nga Kosova, shpreh Sagashi që mund të njohin gjithë të tjerë, dhe 5 këngëtare nga Mar Shqiptaria kanë kënu disa këngë që e kanë befasu audiencën atë ditë. Pra u ba një mini koncert i bukur, i këndshëm, që se i cila prej tyre ju dukte sikur u vlerësua maksimalisht për atë që ka dhënë për Shkodrën. Çfarë mendoni se i mungon në sot arti dhe letërsisë në Shqipëri? A mendoni se ka një mungesë të theksuar të letërsisë? Atë nuk mundem me thanë, sepse veri të trit paktën në Shkodër, veri që lexojnë, kanë interes për librin. Të pas parasysh që unë kam qenë mësuese prej sa vitesh, shpeshherë nxënësit e mi kërkoshin libra të temave të ndryshme me lexu. Por fatkeqësisht e them me këtë AI-n që është futesh në tan botën, po më duket sikur po shterret krijimtaria apo frymëzimi i trive dhe po i marrin gjanat e gatshme, gjatë që them në epokat e ardhshme do të jetë një mangësi. Sepse ata që ato marrin të gatshme kanë bërë brezat.
se asnjë makineri nuk formulon gjana që nuk i ka. Pra, brezat i kanë formulu gjitha këto të dhëna që ato i marrin. Po fantazia tyne apo krijimtaria nuk e di si do arrijnë në të ardhmen. Shpresoj për mirë, shpresoj që të rit të jepen më shumë librit, të largohen pak nga AI, sepse frenon zhvillimin edhe fantazinë e tyne. Ke shumë të drejtë. Atëherë të kthehemi edhe një herë tek librat që ne i kemi këtu të renditur, ku ti mund të zgjedhësh edhe... Ky është libri Shkodra ndërmjet yje që sapo ju thash. Po. Është shumica me ngjyra dhe në 5000 vargje, siç u thash, janë 12 pikat më të bukura të Shkodrës, ku të bimi njerëzve është shumë i madh. Tu fillu te liçeni i Shkodrës, Kalaja, muzeumi këtu ku jena ose Kuka, për të vazhduar ndoshta me resortet e bukura të Shkodrës, për aktivitetet që janë bën Shkodër, dhe teatri Mixheni që aty kam përshkruar për 36 këngëtare, aktor humorist, stadiumi që është një fushë tubimi njerëzor, edhe kam shkruar rreth 45 futbollista, 50 futbollista, emër për emër, të pas parasysh. Pra ky libër ka florë, faunë, ka kupa, entuziazëm, ka gjithçka që mund të thush për Shkodrën. Mandej vijnë librat e tjerë, unë si psikologe në gjykat kam bërë disa seanca gjyqësore, kam qenë psikologe për fëmijët, dhe ky është dhimbje nga prindët e mi, si e përjetojnë fëmijët divorcin. E them me keqardhje se këto divorcet po shtohen gjithnjë më shumë edhe po krijojnë trauma të mëdha tek fëmijët. Nuk e di si do ecin në vazhdimsi, po për fëmijët është tepër gjë negative në formimin e tyre. Mandej vazhdojnë tjerat, ky është një libër me 131 poezi të fëmijëve, që unë kam bërë vetëm gërmullimin për në mbështetje të fëmijëve në gjakmarrje. Janë 16 shkolla të Shkodrës që fëmijët kanë kriju poezi. Ky është libri pastaj që ju thash për jetën time, një jetë dritë 6 shkronja, që është jeta jeme. Ky është me poezi shqip-anglisht, me tema të ndryshme, ndërsa këto janë 2 antologji nga festivalet e poeteshave, marrë shqiptaret poeteshave, e këtë vit që të vinë do bëj 3 festivale në një libër, dhe plotësohet. Përpara se të kalojmë edhe tek pyetjet tjera, më do të doja që ti të na lexoje diçka nga poezitë tua, pra ta interpretoje për teleshikuesit tanë. Mund ta zgjedhni ju vetë cilën keni dëshirë. Disa me boj lyer, si specie po tru. Disa mburravec, si njerëz mistrec. Njëri tjetrin duke shtyr, ka rrekoja e pështirë. Si shlir atë ftyrë, ndrrim maskash më nxyrë. Disa koken me cepa, me plot huqe e teka. Disa rumbullak, fjal kot të rollak. Disa kokëval, pellgje me moçal. Njerëzve unë gjasojnë, gurale që thonë. Si me kokë, si pa kokë, të gjithë si gurët trok. Shumë e bukur. Kjo që dhe një aty ku e hapa, se ka edhe poezi plot të tjera. Po shpesh herë në kohët e fundit kam preferu, pavarësisht se i qes në Facebook, kam preferu me shkru ma tepër për tema të ndjeshme, tema sociale, tema për gruan, tema për shpresën, tema për nacionalizmin. Këta sikur më kanë frymëzu kohët e fundit, se jo dhe tema dhe për dashurinë, se dashuria është triumfi i jetës së çdo personi, sepse ajo ka hapësirë shumë të madhe, dashuria për fëmijë, dashuri për atë dheun, për qytetin, për bashortin, për librin, për çdo gjë është dashuri. Pra dashuria është një koncept shumë i madh,
Po është një fjalë shumë e bukur. Shumë e vërtet. Gjërat ose bëhen me dashuri thuhet ose nuk bëhen fare. Tani mund të na tregoni nëse keni ju një rutinë të së shkruari apo kur fjalët ju vijnë pra kur frymëzimi ju vjen menjëherë merrni një stilolaps dhe shkruani. Shiko, poeti kudo që ndodhet, unë ma para gjithkund kam një stilolaps në vete, o qoftë nga i herë edhe në celular. Merë spunt ndoshta nga një shkëndi ku del rruks. Për shembull, dje kam shkru një poezi, jam po ajo. Edhe kam pas komente të jashtëzakonshme, tepër të bukura, sepse aty kam përshkru fëmirin, kam përshkru mësuesin që kam përshkru triumfin që unë kam bë kur kam dash me hi sportiste se familja nuk më shtete se ishte aja tabuja, atëherë pothuajse kam bë një revolucion në familjen time, e plotësova dëshirë që unë kisha, se kam edhe me vllaznin në ligën e parë basketbolliste, dhe duke vazhduar mandena me edukatën që i kam dhënë fëmijëve, një familje të shnosh që i kam kriju, një shoqëri të shnosh që mu më rrethon. Pra, çdo gjë pozitive që unë kam marrë hap pas hapit me kriju fizionomin time kjo që jam sot. Në fakt ne nuk e dinim që kishim një grua e cila spikat në shumë fusha të artit. Kjo është një risi për televizionin tonë. Shikon, Shkodër kanë fillu me më qujtë edhe gruaja Hekur, Nën Tereza, i bëj me zemër. Mirë ka thënë Nën Tereza, po bëjmë gjanat vogla, po me dashni të madhe. Me dashuri të madhe, po. A besoni se poezia mund të ndryshojë jetën e njerëzve? Poezia nuk e ndryshon jetën e njerëzve, po në poezi njerëzit paraqesin veten. Paraqesin atë kush janë, paraqesin çfarë kërkojnë, çfarë ndjejnë. Dhe poezia është ajo që ndoshta me fjalë njeriu nuk mundet me thënë, poezi e shpreh. Në të gjithë këtë rrugëtim tuaj, çfarë ju bën më shumë krenare? Ku e gjeni veten më mirë? Shiko, Shkodra është ajo që din me të vlerësu. Dhe kur shoh veten që me bajnë komente apo më flasin me respekt, them kam realizu diçka. Sidomos kur bëj këta aktivitete, unë di me të pru një rast ka ardhur njëna nga Kalifornia, që e kam promovu si ish sportiste me gjithë familjen e vet. Imagjinoje shpenzime biletash, rruga gjatë etj. Dhe kur kam bë aktivitetin dhe kur e kam vlerësu për atë që ajo ka bë, sa e ka meritu, ajo më puth të durt. Që më ke bë ti, thote, si më ke respektu ti, s'ka respektu kush. Unë i thash, nuk kam respektu, ti ke respektu veten, punën tënde. Ajo ishte shumë e famshme atje në Kaliforni, kishte kupat e dynjas. Edhe këtë që kur të vlerëson qyteti jetë, nihesh shumë krenare. Kjo është maksimumi që mundet me bë njeriu. Mund të na flisni pak edhe për projektet më të afërta që keni këtu në Shkodër apo kudo tjetër, pra çfarë na pret në vazhdimsi nga Farida? Unë me pas mbështetje financiare mund bëj edhe diçka tjetër. Po në Shkodër e kena shumë të vështirë, jashtëzakonisht vështirë. Festivalin e Marrë Shqiptar të Poeteshave do e vazhdoj. Çdo vit do me thënë do e bëj. Të shohim në një këtë antologjin që ju thash mund të bëj ndoshta një historik për gjitha këto gratë, në qoftë se po na mundson bashkia me bë të holli bashkisë diçka me bë një si tip mozaikut me gjitha këto gratë, 100 gratë që na kena promovu dhe antologjin, mandej ta shohim pse jo edhe diçka tjetër. Idena kam, po në qoftë se Shkodrant apo bashkia mbështet, munden me bë diçka të bukur bashkë. Po për sa i përket krijimtarisë, sa keni në dorë ndonjë libër që po shkruani ndërkohë? Për momentin është i kja antologjia herë që do të më hajnë shumë kohë, se nuk janë pak 100 mi numru dhe janë plot. Jo mami basa dhe do bëhen me një CV, me fotot e tyne, me disa koncepte. Edhe them që do të më hajnë 1 vjet a 2 vjet kohë, se nuk është kollaj një ditë më marrë dhe bëhen 100 ditë. Po shpresoj mandej në shkrimtarëve shkur shpërthejmë me vepra. Po, do krijoj ndonjë gjë, po patjetër. A mendoni se rrjetet sociale, pra Facebooku apo ndonjë rrjet tjetër social, ju ka ardhur në ndihmë njerëzve që të shkruajnë dhe të informohen më shumë rreth poezive, rreth shkrimeve të ndryshme? Unë do të kishe thënë ka të mirat edhe të këqijat e tij. Sepse mu për shembull më kanë që ndoshta edhe më kanë vjedh vargjet, e kanë kriju poezitë e tyne.
Pra kjo është anë e keqe. Nërsa anë i mirë është sepse ti ekspozohesh apo publikohesh në Facebook dhe njerëzit dinë me vlerësu krijimtarinë tënde. Dhe po su ba publike një diçka nuk të njeh edhe kush. Na po shohim këtë te firma VIP se s'po nalem aty Mimoza Ahmeti që ndoshta ajo ka një shkrimtare e jashtëzakonshme, një figurë shumë e cilësore në krijimtarie, por tash ja të dalë mon pa. Dhe me thonë, po shohim televizoret e këta që i njekin vazhdimisht audienta, është një diçka pozitive se po i jep njerëzve me kuptu që njerëzit që lexojnë kanë horizont. E ndoshta gjithë ato po sillen rreth saj, sepse kja ka botë, ka fantazi. Se vetë leximet e saj e kanë ba me ditë shumë. Dhe një njeri që lexon, din. Kjo është me thënë fakti. Pra rrjetet sociale na kanë dhëruar një qasje më të shpejtë të informacioneve. Çfarë mesazhi do t'u jepnit vajzave dhe grave që kanë talent por hezitojnë që të ndjekin ëndrat e tyre? Shiko, me realizu një ëndër është sa e vështirë, aq edhe e lehtë. Po thojnë ka pak një libër që në qoftë se ti dëshiron një diçka me gjithë forcën e shpirtit, thojnë edhe universi të ndihmon. Pra, duhesh, në qoftë se dikush të du mu bëj i pasër nuk bash me fjalë. Pra, në qoftë se thu du mu bëj pasër, do të hapsh një biznes, do të marrësh një kredi, do shohish tregun se si zhvillohet e tjerë për me për me marrë atë hap. Se tunaj nuk bëhet as kërkush i pasër, as kërkush poet, pra duhet me lobu për vetveten, duhet me kërku dhe pse jo, atëherë realizohen. Çdo gjë që ti ke dëshirë mu bë, mundet mu realizu, normal nëse ti punon për atë që don me bë. Atëherë ju jeni vlerësuar edhe me çmime të ndryshme në vende të ndryshme të rajonit, jo vetëm në Shqipëri. Mund të na flisni për diçka nga kjo eksperiencë, pra çfarë ju ka lënë më shumë përshtypje dhe ku jeni vlerësuar më së shumti? Çmime ka marrë shumë faktikisht, duhet ndoshta një emision i veçantë me fol për çmime, po rendis ata që janë duk ma kryesoret, po thona. Jam vlerësuar nga Albania Excellence në 121 gratë e suksesshme nga gjithë bota. Jam vlerësuar si personazhi i vitit në gjithë veriun e Shqipërisë, nga Buna 1. Pastaj në Kosovë, në 40 vjetorin e krijimtarisë, çmime, sapo ka marrë një çmim në një shoqata e Dodonës, ka marrë çmimin e parë, e kena pas 5 ditësh. Është një çmim shumë vlerësues me një temë për nanën. Dhe çmime janë shumë faktikisht, po besoj që këta 3 janë mjaftueshëm për me tregu që me kanë vlerësuar për punën time. Atëherë Farida, dhe për së fundmi, si do të dëshiroje të kujtohet ti nga lexuesit tu? Lexuesit i kam shumë, faktikisht. Bile ky libri Shkodra 12 yje e duhet me ba butimin e dytë se është kërku jashtëzakonisht shumë, po ka kosto dhe nuk e dija po mundem me realizu. Ka që kërkojnë shumë këtë librin Një jetë në 36 shkronja, e kanë kërku jashtëzakonisht shumë. Kjo që kam qenë si psikologe dhimbje nga prindtë e mi, sepse këto janë 10 seanca të përzgjedhura në 150, që unë kam menduar se janë më të dhimbshme edhe mundem me thonë si telenovela shqiptare. Është një fazë që tashmë ka fillu me hapa galopante, divorci në shumë vende, fatkeqësisht edhe traumat po jetojnë shumë fëmijët edhe them me dhimbje, me thënë drejtën. Pastaj krijimtaria me poezi, me tregime, me kështu vazhdon, s'po shon. Po ne shkrimtarët gjithmonë jena me një laps apo një stilolaps, një letër, qoftë edhe te komedina jeme, gjithmonë i kam aty, sepse marrim indicie nga çdo moment. A është më vështirë të shkruani poezi apo proza, apo Kam përshtypjen se proza don më shumë kohë. Poezia ndoshta shkruhet në çast, për shembull jam ul dje, kam merdhi një fantazi, dhe shkruva poezinë me sekonda, domethënë. Ndërsa proza don pak mu nal, don edhe mu mbështet te faktet.
dan me kene besueshme për ata që ti po shkruan. Edhe them që është pak më e vështirë. Poezia është edhe më e shkurtë, faktikisht. Por që ju keni lëvruar shumë mirë pra në të dyja fushat, në fakt ne njohem një Farida që nuk e dinim që kishte patur një bagazh kaq të pasur në gjitha këto fusha, dhe me lejo të them se ishte kënaqësi biseda ime me ty, sigurisht edhe për teleshikuesit tanë që do të na ndjekin nga Malizi. Faleminderit shumë për ftesën. Jo, falenderoj shumë edhe ju, ishte një intervistë shumë e mirë edhe më duket sikur u çlirova nga gjithë jeta ime, sikur rrëfeva diçka nga e gjithë ecëria apo aktivitetet e mia që unë kam realizuar. Ju falenderoj shumë. Atëherë ishte kënaqësi që sot të kishim në intervistë shkrimtaren dhe drejtuesin e lëvizjes Gratë Frymojnë Vlera, zonjën Farida Ramadani, një grua që përmes krijimtarisë, kulturës dhe angazhimit të saj ka sjellur frymëzim në një kohë kur shoqëria ka nevojë më shumë për zëra pozitiv dhe modele frymëzuese. Figura e Farida Ramadanit tregon se arti, fjala dhe përkushtimi mund të bëhen urat lidhëse mes njerëzve dhe vlerave. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët dhe së bashku ritakohemi në intervistat e radhës.